Të gjithë në këtë jetë vim me një mision, një rrugtim që shpesh na caktohet që në fillesat e jetës. Për doktor Halidi Stafën, tashmë 88 vjeç, fati ishte i qartë që në vegjëli. Ai u rrit në një familje me tradita të thella arsimore, në rrethin e Shëngjergjit, një vatër që ka dhënë mësues, mjek, një ushtarak dhe një jurist, në disa breza. Në ato vite të vështira, kjo familje ishte edhe një nga oxhaqet kryesore të luftës për çlirimin e vendit. Qëndresa ishte frym që nuk mund të ndalej. Haliti ende fëmijë në atë kohë. Nuk i harroi kurrë tregimet e të mëdhenjve për shtëpitë e djegura, për pushkatimet dhe për ndhimbjen që fshati përballoi pa u përkulur. Ishte një qëndresë stoike, një shpirt krenar që nuk njihte frikë. Ne atëherë në kohën e luftës kam qenë një qik i parritur mirë. Familjen, shtëpia në fshat ka qenë bazë e luftës nacional shërimtare, ku janë stëru udhëheqës kryesor edhe udhëheqësi kryesor Enver Hoxha. Babajnë e kam pas arsimtar, ka marru shkollën e Fulsit edhe shkollën normale të Elbasanit. Ka qenë shef seksionit arsimit dhe shëndetësisë 27, 53, 54, dy qka kështu. Edhe erdhëm me familje në Tiranë, këtu në këtë rrugë, prap interesant në rrugën në Arqit e Kasemi. Babaj nuk i pëlqente qëndrimin në Tiranë, u rikthuj prap në Shëngjergjë mësues, drejtor, shef i shëndetësisë i arsimit në Shëngjergjë, edhe mësues. Ne qëndrum për një kohë në Tiranë, nëna, vllai, motra edhe unë. Tu vazhdova pastaj atë shkollën. Në fshat kishte lodra të pakta, ç'është e drejta, po më tepër futbollin preferonin. Më tepër preferonin edhe lëvizjet teatrale, aq sa mundeshe. Fshati jon ka qenë një fshat me tradita, i dëgjuar nga në rrethin e Tiranës, me një numër të madh arsimtarësh, vendas. Gjatë kohës e fëmijërisë në Shëngjergjë, sigurisht nuk ishte ndonjë aktivitet të madh, më tepër me lojrat e sportit e me këto gjërat e vogla. Siç e përmendëm më sipër, arsimimi ishte themeli i familjes Di Stafa. Kjo kulturë nuk mbeti vetëm te prindrit, ajo trashëgua fuqishëm edhe tek Haliti, ai spikati që në vitet e para të shkollës, duke treguar një pasion të rrallë për dijen, shkëlqeu në çdo cikël arsimor dhe me përkushtim arriti të formohej fillimisht si teknik mjekësor e më pas një mjek i vërtet. Por Haliti nuk ishte thjesht një profesionist. Ai ishte një njeri që jetoi për të shëruar të tjerët, fillimisht në Shëngjergjë dhe më vonë në Tiranë. Kujtohet për durimin, për kushtimin dhe dashurinë që kishte për profesionin. Pacientët e tij ndiheshin të sigurt në duart e një njeriu që e shite mjekësinë si mision, jo thjesht si detyrë. Unë kam lindur në Shëngjergjë të Tiranës me 26 treti 1938. Masi mbarova shkollën fillore, vajta në shkollën 7 vjeçare të fshatit. Mbarova 7 vjeçaren, vazhdova Politeknikumin mjekësor, 4 vjeçar. Mbasi mbarova Politeknikumin mjekësor, punova si ndihmës mjek në drejtorinë e shërbimit shëndetësor të Tiranës,
quhesh qendra sanitare atëherë. Pas 2 vjetëve që punova atje, vazhdova fakultetin e mjekësisë në vitin 1957 deri në vitin 1962. Me të marru fakultetin, pjesa më e madhe e studentëve venin në zonat e largta të veriut. Ministër Shëndetësia atëherë ka qenë, në më kujtohet, Ibrahim Dervishi. Mos e zgjas, edhe vete ka Ibrahim Dervishi, njiheshim se gjatë luftës ka qenë në Shëngjert të Tiranës ai. I them, shoku ministër, unë duhet vend në fshatin tim. Bravo të qoftë, se unë do veja në rreth të veriut, ma mirë fshatin tim. Punova në fshatin tim 13 vjetë. Mas 13 vjetëve, transferohem në spitalin numër 1. Aty kam punuar në repartin e gastrohepatologjisë të smundjeve të aparatit të brendshëm. Pas disa vjetëve, mbarova fakultetin pasaj të mjekësisë, emrohem në Shëngjert të Tiranës, mjek. Masi punova, si që thash atje, 13 vjetë, transferohem në Tiranë, në spitalin numër 1, po në repartin e gastrohepatologjisë të specialitetit që kisha. Punova në atë spital disa vite. Aty pastaj, me urdhër të Ministrit Shëndetësisë, që ishte atëherë doktor Cyril Pistoli, më transferun në Ministrinë e Shëndetësisë në drejtorinë e kuadrit. Merresha me kualifikimin, specializimin e kuadrit të lartë mjekësor. Pas disa vitesh, nga spitali, transferohem në qendrën në dispozicion të Komitetit Ekzekutiv të Tiranës. U ndrru sistemi, aty me emruan në qendrën shëndetësore të Vorës. Punova një 3 vjetë në Vorë, pastaj u riktheva në Tiranë, në Poliklinikën e Lagjes numër 9. Aty punova tjerë sa dola në pension. Kthimi në Shëngjergj nuk solli vetëm një rikthim në rrënjë, por edhe një takim fatlum me dashurinë e jetës së tij, Gjenovefën, një arsimtare e re nga Tirana, e cila punonte në po të njëjtin fshat. Haliti megjithëse me banim në Tiranë pas luftës, për arsye pune, gjendej shpesh në vendlindje. Ata u njohën si të rinjtë të atyre viteve, me sinqeritet, ëndra dhe premtime të thjeshta. Vendosën të bashkëjetojnë në Shëngjergjin piktoresk, edhe pse me pak zhvillim dhe infrastrukturë të dobët, por dashuria e tyre e kaloi çdo sfidë dhe bashkë ndërtuan një familje të bukur. U bën prindër të 2 djemve. I madhi ndoqi gjurmët e të atit e u bë mjekishquar, ndërsa i vogli, me ardhjen e demokracisë, mori rrugën e emigrimit në kërkim të një jete më të mirë. Bashkëshortja atëherë ishte punonte në këto organizatat partijake, edhe punonte në Tiranë, mësuese.
Pastaj, me thirrjen që ju bën, erdhi arsimtare në Shënjeriq. Aty u njofta me te, u martova me te, dhe erdhëm prap në Tiranë. A ka qenë e vështirë jetesa juaj në ato vite me bashkëshortën? Jo, ne kemi kalu normalisht, pa probleme. Unë i pa ta thonë që është e drejta, që shko bano ke shtëpia jote, po është se nuk të pëlqen me qëndru në fshat, nuk deshte atje në fshat. U punoj pasaj në këto aparatet, mësuse pasaj më vonë, njeri sa dolëm në pension. Sa fëmijë keni? Kam 2 fëmijë. Njeri më ka lind në vitin 68 dhe i vogli në 72. I madhi vazhdoj fakultetin e mjekësisë, kam pas student shumë të mirë, që është e drejta, dhe me të marru fakultetin e mjekësisë, emërohet mjek në spitalin ushtarak ish atëhere, në repartin e traumatologjisë, orthopedi traumatologji. Aty punoj disa vite, mbroj titullin shkencor, doktor i shkencave mjekësore. Pastaj qëndroj po aty, nuk deshte të lëvizte, se unë doja të bie ke spitali një, quhesh atëhere, nuk donte të lëvizte dhe vazhdon të qëndroj po në spital shef klinike. Nërsa ky vogli, ishte vështirë atëherë që të 2 prindit të çoje 2 fëmijë në shkollë të lartë. Megjithatë, unë i pata mundësitë. Mbaroj Akademinë e Rendit. Punoj një 3 vjet këtu, me disa shokë të tij dhe disa gjermanë që patën ardhur këtu. Një pjesë të atyre gjermanëve i pata stërhu këtu, studenta ishin dhe atë, i pata stërhu ca ditë këtu, me djalin, me shokët e vetë, iku në Angli, bashkë me të shoqen. I madhi u martu, i vogli u martu, ky me gjithë shoqen, iku në Angli dhe vazhdon të qëndroj dhe sot atje. Vjen her pas here. Bile këto ditë besoj duhet të vi madhi. Ky madhi ka një fëmijë, ai ka 3. Ky madhi, si i madh, po jo shumë i dijushëm, në këtë drejtim që flasun, lindi vetëm një fëmijë. Atë fëmijën e ka 15 vjeç, një fëmijë shumë të mbarë dhe shumë të edukuar, që më tepër është morë Gjenovefa, gruaja, si mësuese që ka qenë, është morë me te. Thuhet shpesh që momenti i pensionimit është i vështirë për këto, një ndarje me një pjesë të rëndësishme të identitetit. E tillë ishte edhe për doktor Halitin. Një ditë u gjend larg profesionit që kishte dashur aq shumë, por vetëm formalisht, zemra e tij nuk mund të shkëputej nga shërbimi ndaj të tjerëve. Edhe në këtë moshë, ai vazhdon të jap kontributin e tij. Viziton her pas here qendra shëndetësore ku ka punuar, ofron konsulta, ndan përvojën dhe dijen. Është njeriu që nuk ndalet, që ndihmon dhe frymëzon, që vlerësohet me përullësi nga të gjithë ata që kanë pasur fatin ta njohin. Pasi dola në pension, hapa një klinik në Shkozë. Atje kam motrat në Shkozë, të martura janë ato, aty bënojnë në fillim të Shkozës. Punova atje në një klinik e hapa vetë aty, punova 3-4 vjetë. Pastaj u bën ndërtesa atje, e lash, dhe kjo sa kohë
nuk mere më me këtë shërbim. Vete her pas here në spital, kur kanë rastet e konsultave, ose kur ka të smur në gjendje të rëndë dhe smunje të ralla, sepse më pëlqen gjithmonë profili. Sot në moshën 88 vjeçare, Dr. Halidi është më aktiv se kurrë. Nuk e ka humbur kuriozitetin për botën, as pasionin për dijen. Çdo ditë ndjek zhvillimet në televizor, lexon gazetën dhe madje redakton me kujdes punimet shkencore të djalit, duke ndihmuar që trashëgimia familjare të mos shuhet, por të fuqizohet më tej në fushën e mjekësisë shqiptare. Shoqëria e tij është e gjerë, të gjithë e respektojnë, për urtësinë, mirësinë dhe shembullin që përfaqëson, një burr i rrallë që në Shqipëri ka fituar statusin në një figure për të ndjekur. U ditën, një herë kaloj me ca shok të mi që kanë dalë dhe atë në pension, pim noj kafe, noj gjë kështu, pastaj kthehem këtu dhe ndihmoj djalin. Ai përkthen disa gjëra, unë ja sistemoj, ja lidh, ja bëj këto, libër me gjitha me këto, edhe ai ka gjetur rehat. Ka gjetur rehat se ja bëj unë në rregull. Aty gjithat me këtë punë merrem. Në themel të gjithë kësaj qëndron një jetë e kujdesshme, lëvizje të përditshme, një dietë e shëndetshme dhe mbi të gjitha, dijet që i ka dhënë vetes për të ruajtur shëndetin. Halidi thotë se është një përzierje mes shkencës, disiplinës dhe vullnetit të Zotit, faktori që ai e vendos gjithmonë në majtë të gjithçkaje. Ana shëndetësore nuk më ka penguar, kam qenë gjithmonë në gjendje të mirë shëndetësore. Cili është sekreti për këtë? Lëvizja, rregjimi, ushqimi i rregullt, jo abuzues, s'kam abuzu asnjëherë. Këto kanë qenë kryesore, edhe lëvizja. Çdo ditë 3 kilometra, 2 kilometra bashkë me gruan i bëjmë. Me një jetë të lidhur ngushtë me librin dhe dijen, këshilla e tij për të rinjt është e thjeshtë dhe e fuqishme. Lexoni, mësoni, aftësoni veten për të qenë më të mirë, për veten tuaj, për familjen tuaj, për shoqërinë dhe vendin tuaj. Vetëm përmes dijes, thot ai, mund të ngrihet emri i Shqipërisë, jo vetëm brenda, por edhe përtej kufive të saj. Duhet të jenë apasionant për të studiuar, për të lexuar, për të njohur vendin, për të dashuruar njëri tjetrin, të mos jenë ambicioz dhe të vazhdojnë shkollën dhe të kenë sjellje korrekte. Jeta e Dr. Halidi Stafës është një rrëfim i bukur i përkushtimit, i dijes, i dashurisë për njeriun, një jetë e ndërtuar gur më gur, me durim dhe pasion. Ai nuk është thjesht një mjek, është një dëshmi e gjallë, se sa shumë mund të jap një njeri kur i përkushtohet me zemër dhe ndeshmëri. Në një botë që shpesh ndryshon shpejt dhe harron pa aq shpejt, figura si Halidi na kujtojnë vlerat që nuk duhet të humbasim kurrë, për ulësinë, humanizmin dhe dëshirën për të qenë në shërbim të tjerëve. Ai nuk është vetëm një doktor në pension, është një pasuri kombëtare që vazhdon të frymëzojë edhe pas kaq shumë vitesh.